U arrit marrëveshje kolonizë ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për tregti të drejtë dhe reciproke. Këtë marrëveshje publikoi Departamenti Amerikan I Shtetit, në të cilën theksohet se me të hapen mundësi të reja për eksportuesit e Maqedonisë dhe thellohet bashkëpunimi ekonomik dypalësh. Njoftimi I përbashkët I publikuar nga Departamenti Amerikan I Shtetit përfshin disa fusha strategjike dhe përmban pikat kyçe në vijim. Maqedonia I heq plotësisht detyrimet doganore për mallrat industriale dhe bujqësore amerikane. SBA mban 15% tarifa, por do të identifikojë produkte që mund të marrin normë zero reciproke. Të dy shtetet do të shqyrtojnë përshtatje shtesë të tarifave pas finalizimit të marrëveshjes. SBA dhe Maqedonia do të punojë për tejkalimin e barierave jo tarifore që ndikojnë në tregtinë dypalëshe. Do të mbahen konsultime të rregullta për lehtësimin e importit të produkteve bujqësore amerikane. Në marrëveshje si pjesë e rëndësishme përmendet interkonektori I ri I gazit me Greqinë, përmes të cilit Maqedonia do të importojë gaz natyror të lëngshëm amerikan. Ministri I Punëve të Jashtme dhe Tregtisë Timço Mucunski e vlerësoi marrëveshjen si një hap të rëndësishëm dhe domethënës në bashkëpunimin ekonomik me SBA-n. Ova zajednička izjava им обезбедува на нашите компании конкурентска предност, јасна регулаторна рамка, поголема предвидливост И посилна позиција на еден од најголемите пазари на светот. Следни очекува финализирање на договорот И спроведување на домашните процедури за негово стапување во сила. Нашата цел е јасна: повеќе извоз, повеќе инвестиции И повеќе добро платени работни места дома. Kryeministri Kristian Mickoski theksoi se kjo marrëveshje është sinjal I qartë për thellimin e partneritetit strategjik me SBA-n, me çka forcohet pozicioni I Maqedonisë si partner I besueshëm dhe I parashikueshëm. Kjo është politikë e rezultateve konkrete, hap pas hapi, me vizion të qartë dhe mbështetje të qëndrueshme nga aleatët tanë strategjik, shkroi ai.